parti tjetër do të themelonte një qeveri ose do të krijojë një formacion për të krijuar qeverinë e radhës ose do të shkonin në zgjedhje, po do të shkonin në zgjedhje para 4-5 muajve e jo tani kur kemi 2 raunde të zgjedhjeve lokale, po vije dimri, me gjasë do të shkojmë përsëri në zgjedhje sipas gjitha gjasave. Pra kjo mungesa e sinqeritetit, për mos me përdora termin që e përdore ti në fillim, mungesa e sinqeritetit nga zoti Kurti si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, na i zvarritje, na i humbi 8 muaj pa asnjë arsye. Po mirë, ai si ka pas numrat asnjëherë, po si keni pas asgjë kur. Edhe kjo mund të jetë e vërtet, pra. Jo mund të jetë, është. Po pajtohem, po them, edhe kjo mund të jetë e vërtet, por nuk ka qenë radha jonë që themelojmë qeveri, as të propozojmë dikend për kryetar të kuvendit, e as më pak për të marrë mandatin si i pari, sepse i pari ishte Albin Kurti vetëvendosja. Sakt. Pra i takon të ati që të niste këtë proces, jo neve. Pra ndaj dhe po them, si kur zoti Kurti... Që tash në mbrojtje ti, që s'kom besu që shtu du më formulu fjalia, në mbrojtje ti njeri ju ka thirë, njëherë, 2, ka tentu më marrë vesh me ju, prit, më duket e kom, a është në video? Please. I bëm ftesë 2 herë LDK-s, edhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me Nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse Nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Po të rezononin ndryshe këto 2 parti edhe të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, ne jo vetëm që do t'i kishim numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re nga kjo legjislaturë, zgjedhjeve parlamentare të rregullta, të lira, të ndershme të 9 shkurtit si vjet, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Duke e parë disponimin e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Po mundet me ju shkput prej PDK-s njeri, nuk është që s'po provën me të vetën. Tash më lejet kthehemi pak më herët, ose disa muaj më parë, sepse zoti Kurti në këtë videon që treguat, që shfaq që t'ju tha, t'jemi të sinqert, kemi tentuar 2-3 herë me LDK-n, por t'jemi të sinqert dhe për diçka tjetër. Para zgjedhjeve të shkuara, pra në fund vitit kaluar në fillim të këtij viti, pra të në shkurtit, LDK është shprehur, është deklaruar publikisht me lëvizjen vetëvendosje, po e citoj vetë partin time, vetë veten. Kemi një hendek të thellë e të gjerë të patekalueshëm. Pra qysh në fillim, ende pa u mbajt zgjedhjet ne kemi deklaruar që me lëvizjen vetëvendosje nuk dëshirojnë të kemi një bashkëqeverisje. Pra nuk do duhet t'i vinte, edhe pse shtire i thill, nuk do duhet t'i vinte befasi zotit Kurti e askujt në Kosovë që LDK nuk dëshiron në këto rrethana të bashkëqeverisë me lëvizjen vetëvendosje, të udhëhequr nga zoti Kurti. Okej, me vetëvendosje nuk dëni me bashkëqeverisë, me PDK nuk po dëni po ashtu. Qa me botash, me nejt edhe me prit? Sepse fatkeqësisht jemi me këta numra që i kemi në parlament se cila parti parlamentare. Pra, kur them fatkeqësisht e kam në kuptimin matematikor, jo diçka tjetër. Pra, zoti Kurti, lëvizja vetëvendosje dëshmoi të dielën se na duket shumë larg